Nëse thamë të dashur miq, sot programin, pjesën gjysmën e programit, pjesën e dytë programit, do t'ja dedikojmë pikërisht ndryshimeve klimaterike. Ndaj për këtë, sigurisht si ju paralajmëruam edhe të premten, por edhe sot, kemi të ftuar në studio doktor Vaso Miun, i cili është ekspert për çështjet e shëndetit publik pranë OBSH-s, Organizatës Botërore të Shëndetësisë, por edhe ekspert për ndryshimet eklimaterike dhe impaktin e tyre mbi shëndetin publik. Doktor Vaso, mirëmëngjes dhe mirë se erdha. Mirëmëngjes, mirë jeta. Morëm shkak domethënë nga e premtja e kaluar ku patëm një rënje drastike të paparë të temperaturave. Në internet thoshte -9, po nuk besoj të ishin aq. Apo ndoshta mund të ishin aq. Unë nuk e di, po unë e kam ndier shumë të premten, më thon të drejtën. Kur dola nga shtëpia, ishte të mërsi shumë ftohtë. Ka zëra domethënë se shon pleqja, ha mos e di më është, nuk e normale, po ky ndryshim kaq i beftë, një ditë përpara me këmish dhe beva së premten bam. Është kjo ajo që themi ne, domethënë ngroja globale apo çfarë? Më mirë do të shkonte për shtat ndryshimi klimaterik, sepse është koncept më i gjerë. Ngroja globale nuk kupton ngroje. Nëse ndryshim klimaterik nuk kupton edhe këto ndryshime. Në thelb të tyre qëndron ngroja, sido që tjetë. Pra, ngroja. Por problemi është që kjo ngroje që po ndodh ka sjell çrregullime shumë të mëdha. Ka sjell edhe këto të ftohtë që shohim, ka sjell edhe këto temperatura të larta. Pikërisht me këto mund të shpjegojnë ndryshimet, sidomos në 30 vitet e fundit. Kemi pra ndryshime, kemi teka të motit, quhen trille të motit. Kjo bën çik shumë shqetësuese edhe si thua situatën, sepse nuk di çfarë masash të marrësh në moment të caktuar. Është hyn tek gjërat normale kjo apo po e projektojmë tani neve? Kjo nuk është gjë normale, normalisht shkencëtarët, shumica e tyre, paktën, shumica absolute do thoja, mendon se kjo vjen nga dora e njeriut. Kjo vjen nga dora e njeriut në kuptimin që njeriu, sidomos nga momenti i revolucionit. Mund të shoqërojmë me këto pamje, ndoshta jepini çona, këtyre pamjeve po. Nga momenti i revolucionit industrial, pra themi 200 ca vjet përpara deri në sot ka futur si thuaç në punë lëndët fosile. Lëndët fosile nxjerrin, çlirojnë CO2. Që thuhet karbon, në gjuhën e përditshme njerëzit thonë karboni, por CO2. Dioksidi i karbonit. Dioksidi i karbonit është një substancë e cila, domethënë lëndë kimike, një gaz i cili shkakton ngrohje, sepse është gaz ser. Sa për sqaruar njerëzit çfarë thotë gaz ser? Gaz ser është njësoj sikur siç na ndodh kur futemi në një ser dhe ngrohemi, ashtu ndodh edhe me gazet ser, të cilët vendosen në atmosferë dhe nuk lejojnë reflektimin nga toka përsëri drejt atmosferës të energjisë diellore. Dhe ka që ndjeshëm është kjo që unë bëj për shembull dioksidin e karbonit, ka që ndjeshëm është realisht? Është ndjeshëm, është një substancë që faktikisht nuk është as e dëmshme për organizmin tonë, ato e gjejmë edhe në ta themi edhe në ujin e mineral, por problemi është sepse ai pikërisht ka këtë efekt që na i mbaka këtë energji këtu në tokë dhe na i bllokon edhe sa më tepër shtohet në atmosferë, aq më e mundur, aq më e lartë është temperatura këtu tek neve. Po mirë, ne çka kemi në dorë? Neve kemi në dorë që të gjitha ato burime, të cilat e emetojnë këtë, pra e shkarkojnë në atmosferë, ti zvoglojmë ose mos i kemi fare mundësisht, gjë që s'është e mundur për momentin. Kryesisht vijnë nga burimet nga lëndët fosile që janë qymyri, nafta dhe gazi. Që do të thotë nga makinat tona? Sigurisht, nga makinat tona. Po si do e bëjmë? I bie që domethënë ti përdorim më pak, ti përdorim më mirë, ti përdorim në mënyrat më eficiente, sepse rrugë tjetër nuk ka. Këtë po bën edhe bota. Ju keni dëgjuar tani ka edhe makina hibride, domethënë mundohen përdorin përveç karburantit, përdorin edhe elektricitet apo të përdorin biofuel, që quhet se lëndë domethënë karburant. Po mirë, domethënë Shqipëria është një vend shumë i vogël krahasuar me gjithë ato zhvillim që ka bota. Ta kemi parasysh. Sigurisht, domethënë ne përdorim shpesh ne quajmë carbon footprint, që do thotë gjurma e karbonit. Çdo njeri, çdo makinë, çdo institucion, çdo fabrik ka thuaç gjurmën e vet të karbon. Edhe juve si person, edhe unë si Vasil, kemi gjurmën tonë të karbon. Para se të vija këtu, po lexoja
ka një kalkulator të thjesht në internet mund ta gjesh shumë kollaj, ku gjithë secili mund të masi gjurmën e karbonit të tij, sipas veprimtarisë që bën. Unë thjesht për kuriozitet, para se të vija, u futa në internet dhe shkruajta aty sa është gjurma ime e karbonit nëse unë e përdor veturën time, një Golf 4 që kam unë, për një vit, për 1 kilometra. Dhe konkretisht më doli që ishte 140 kg dioksid karbon. Çfarë thua? Kështu që çdo njeri dhe mund ta masi këtë. E kuptoj. Kjo është interesante. Flasim për një veturë të vogël. Imagjino se vetura kemi këtu në vet. Po. Dhe imagjino çfarë ndodh në një gjendje trafiku, ta themi. Po. E të mëshme. Si është kjo matje bëhet? Po mirë, domethënë duke qenë se do keni po merrem me pikërisht me këtë lloj projekti. Si ka mundësi kur ne themi ngrohje globale? Ne kaluam brenda një stop pa parë. Po, pikërisht është smunduri? Teka si quhen to? Këto quhen tekat e motit, ne i themi ngjarjet ekstreme të motit. Pra neve nga momenti, nga revolucioni, ta themi industrial, po sidomos të 30 vitet e fundit kur janë shtuar përdorimi siç duket i dënëve fosile akoma më tepër, dhe sepse shumë vende të tjera edhe po zhvillohen si Kina, India, Brazili, pra është shtuar sasia e dioksidit të karbonit. Domethënë ne kemi një rritje temperaturës për 0.8 gradë, më falni, që është një rritje shumë e vogël në dukje, por një rritje shumë e madhe për uzin toksor. Kjo, domethënë për sa kemi këtë? Këtë e kemi që nga revolucioni, pra 200 ca vjet, nga revolucioni industrial në Angli që filloi. Në Angli po. Domethënë 200 ca vjet temperatura është rrit 0.8 gradë. Po. Me një rritje më të madhe sidomos 30 vjetet e fundit. Është quhet shumë kjo apo normale? Kjo quhet shumë sepse nëse kjo do rritet deri në 2 gradë, atëherë pritet që të ndodhen katrahura. Qofse do përdorim këtë gjuhë, pikërisht është ky kufi me të cilin gjithë shkencëtarët dhe bota po merret tash për të mos e lejuar të arrihet. Kjo ka ndodhur vjet në konferencën e palëve në Ky është një program i Rajtreshit, më duket? Ky është program i Rajtreshit. Po, ka qenë para ca ditësh. Unë e kam ndjekur, e kam regjistruar. Është shumë interesant. Flet pikërisht për këto që ne po themi, pra duket emisioni quhet Esedomani, pra nëse nesër çdo të ndodhte nëse do kishim 1 gradë rritje temperaturës, 2 gradë të rritjes temperaturës. Unë po qëndroj te 2 gradë, sepse është vlera kufi. Domethënë të thotë që me 2 gradë bëhet nami. Aty fillon nami, domethënë, ta themi, pastaj me 3-4 gradë nuk e di se nuk duhet të shkatrohem komplet. Wow. Kjo është duket çiksi të vjen për të qeshur, shpesh ndoshta njerëzit mendojnë Jo, për të qeshur jo, po mendoj këto pas ka drejt fisi Maja. Apo s'ka lidhje? Shiko, unë shkon mund realisht, pas ka drejt në Nostradamus, pas ka drejt Shiko, unë do thoja që ai 2012-a, nëse do ndodhi, mund të ndodhi në fund të këtij shekulli nëse nuk merren masa për dioksidin e karbonit.